Po, se është ajo përshtypja, do me thonë, edhe të njerëzit, sidomos të ata që kanë një antar të familjes që për herë parë, do me thonë, taj, për shumë një ri, ose ri, do me thonë, po zbulot një smundje reumatike. Kjo sidomos është gjithmonë ma shumë problematike kur është një i ri në familje, i cili për herë parë, po e zonë, po zbulot me artrit reumatoid, po zbulot me një lupus eritematoz sistemik, apo me një skleroz sistemike progresive. Ka ndodhur, do me thonë, raste edhe në QKU edhe kolegë, do me thonë, do shtatë sferave tjera, na kam pyet kur kam pas një rast të tillë, ndoshta edhe dikush që ka përfunduar fatkeqësisht me vdekje, edhe kanë qenë shumë të habitun, po na kanë shtruar pyetje se kemi ditë kur gjatë jetës sonë se dikush do të thonë mundet me vdek prej reumës, do thotë ka sidomos kategoria smundjeve po kthejm inflamatore që prekin trit, mund të kenë përfundim fatal, janë smundje autoimune. Nëse ato nuk zbulohen, do të thonë me kohë, nuk diagnostifikohen, po nuk trajtohen, gjithashtu nuk mirët serioz, do të thonë nga ana e pacientit trajtimin i smundjeve të tillë, përkundër përpjekjeve që profesionisti shëndetësor i bën, shpesh janë edhe ato përshtypjet e antarëve të familjes, presionet që mund të bëjnë se kjo është veç një reum, kërkush nuk vdes prej reumës, edhe ndoshta ndikojnë që ata të mos marrin mjekimin e duhur, apo thjesht marrin një mjekim popullor, po të mos vizitohen, të ndërprejmë vizitat, kemi pasur raste kur pacientët, do me thonë, bas një kohë janë kthyr në gjendje të rënduar, me prekje të veshkës, madje edhe në stad të avancuar, jemi detyruar që në bashkëpunim me kolegët e nefrologjisë, këta pacientë fillojmë edhe seancat e dializës, ka raste kur pacientët ka përfunduar edhe jashtë vendit, disa prej tyre kanë bërë transplante, disa janë pritje, do me thonë, në listë transplanteve, për arsye se këto janë smundje, sidomos flas për lupusin eritematoz sistemik, një smundje kjo shumë sfiduese, tinzare, smundje që shpeshherë quajmë me shumë fytyra, për arsye se mashtron pacientin, duket se çdo gjë është në rregull dhe për një moment, do me thonë, dalin gjithë në sipërfaqe, shihet se çdo gjë ka mbaruar, do me thonë është një dëmtim i rënd i veshkës, që do me thonë nuk mund të mjekohet më me medikamente, kërkon seanca të dializës, madje edhe transplant. Kështu që po them, nuk qëndron ajo se faktikisht nga reuma askush nuk vdes, do me thonë reuma nuk të mbyt, këto janë më tepër dhëna anekdotale që i takojnë, do me thonë, të kaluarës, kur nuk është ditë shumë për smundjet reumatike, janë konsideruar si smundje, do me thonë, më tepër të moshave të shtyra,